Gjykata ka mëkatin e madh, sepse i dha Lubi Ballukut mbi 2 muaj kohë të fabrikoj dhe të falsifikoj çdo dokument. Por, siç thot fjala, më mirë vonë se kurrë, me atë ndarje 4-4, të paktën vendimi kërkesë e Edi Ramës nuk u miratue dhe përfundoi në kosh të plehrave. Kjo organizatë kriminale në pushtet nuk do t'ja heqë imunitetin Lubi Ballukut. Ju e ndigjuat Uluziu ndje. Do ta ndryshojmë, tha, reformën e drejtësi. Do të ndryshojmë ligjet. Ky është një moment që dëshmon se populli opozitar duhet të shumë fishojnë energjitë dhe forcat në këtë betejë gjerë në largimin e Edi Ramës nga pushteti. Jam i bindur se kryengritja paqësore e juaj, e guximtarëve shqiptar, do të rikthej kushtetutën, ligjin, do të rikthej votën shqiptarëve, qeverinë teknike, zgjedhjet e lira, fitore në opozicë. Rama Lule nuk meriton kurrë. Edi Rama meriton edhe do ketë dënimet më të rënda që ka marrë kusht ndonjëherë në këtë vend për krimet që ka kryer. Por përsëri, ne i qëndrojmë parimit të kryengritjes paqësore. Ne nuk vim në pushtet me dhunë. Ne jemi parti demokratike. Dhe ne vim në pushtet vetëm me votën e shqiptarëve. 10 shkurti është dita e guximit tuaj. Është dita e dinjitetit tuaj. Dita e shpresës dhe besimit tuaj tek vetja, familja dhe ardhmja. Të gjithë të bashkohemi, të betuar me 10 shkurt, se do të vazhdojmë kryengritjen tonë paqësore gjerë në rrëzimin e kësaj organizate kriminale.